Një biznes motomjetesh është bërë objekti një sulmi me tritol, ku fatmirësisht janë regjistruar vetëm dëme materiale. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur mbrëmjen e kësaj të martë e qytetin e Vlorës, ku pranë rrugës Transballkanike në një servis motomjetesh ka shpërthyer një lëndë dyshore eksploziv. Sasia e tritolit e papërcaktuar ende është vendosur rreth orës 23 në dritaren e biznesit në pronësi të shtetasit Vasilej Bezhani, i cili rezulton se ngjitur me biznesin ka edhe banesën e tij. Objekti ku është vendosur lënda plasëse është i pajisur me kamera sigurie, të cilat kanë kapur edhe momentin ku një person i maskuar afrohet dhe vendos tritolin. Më pas autori largohet duke humbur gjurmët, duke përfituar edhe nga errësira. Dyshohet se autori ka zgjedhur një orar kur biznesi ka qenë i mbyllur, gjë e cila ngre dyshimet se ai ka dashur të jap një paralajmërim, por vetë pronari i biznesit shprehet se nuk ka konflikte me njëri. Shpërthimi ka qenë tepër i fuqishëm duke shkaktuar panik tek banorët e lagjes Bashkimi në Vlorë. Policia mbërriti në vendin e ngjarjes duke mbledhur të gjitha provat për të bërë të mundur zbardhjen e saj.